Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, thumma amma ba'du. Gjithhamdi, falënderimet dhe lavdia plotit takon të madhit Allah fuqi plot, krijuesit dhe rregulluesit, mbikëqyrësit të mbar kosmosit. Salate dhe selame pa ndërprej I dërgojmë çdo herë dhe në çdo kohë më të dashurit ton Muhamedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Miq të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen dhe ndihmën e të Madhit Zot po takohemi sërish në një takim dhe në një emision të ri në këtë cikël të takimeve tona me temat të cilat kanë të bëjnë me besimin dhe normat etike të Kur'anit famlart. Në emisionin e kaluar jemi ndalur rreth normave etike të cilat kanë të bëjnë me familjen. Sot do të ndalemi me fokus të veçantë rreth normave etike dhe trashëgimisë. Nisur nga një fakt shumë I thjesht, nga se trashëgimia dhe rregullat e trashëgimia si proces ndërlidhet drejt për drejt me familjen dhe ato të cilat e karakterizojnë dhe janë veçori të familjes. Sigurisht që pjesën më të madhe të këtij takimi do t'ja kushtojmë sistemit dhe rregullave apo normave të trashëgimisë nga aspekti I mësimeve dhe normave të Kur'anit dhe atyre mësimeve të ndritura të dashurit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, na nevojiten në fillim ti kemi disa njohuri dhe disa informacione të nevojshme të cilat do të na ndihmojnë ta kuptojmë konceptin e trashëgimisë dhe kriteret qoftë në të kaluarën, qoftë sot në kohën tonë moderne, sa I përket konceptit dhe sistemit të trashëgimisë. Të gjithë sistemet, edhe ato të cilat janë shumë të lashta, sa I përket trashëgimisë, janë të lidhura ngushtë me disa aspekte. Me aspektin e sistemit të normave, të shoqërisë përkatëse. Çdo shoqëri ka veçoritë dhe karakteristikat e saj, pastaj një aspekt tjetër I cili përcakton dhe mbi të cilin ndërtohet sistemi I trashëgimisë është struktura sociale I cili popull përkatës e ka ndërtu strukturën sociale të veten konform identitetit dhe tipareve të tyre, si dhe aspekti I tretë I cili dikton rregulla dhe kritere mbi të cilat e ndërtojnë ata popuj sistemin e trashëgimisë është organizimi familjar. Do të thotë këto mund të themi janë ato tri themelet kryesore mbi të cilat çdo sistem I trashëgimisë e ka ndërtu konceptin e vet. Sigurisht se në të kaluarën, pronësia familjare, religioni kanë pas impaktin e jashtëzakonshëm në përcaktimin e atyre rregullave, po themi, të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin. Religioni I shtëpisë trashëgoi prej antarëve të familjes dhe konform dhe në pajtueshmëri me rregullat dhe parimet e religionit përkatës që trashëgoi prej shtëpisë, edhe sistemi
i trashëgimisë diktohej nga të njëjtat rregulla. Zakonisht në të kaluarën, qoftë tek sistemi grek apo tek ai romak, por edhe tek arabët para se të zbret Kur'ani famlart, kryesisht ka qenë një prej kritereve bazike tek trashëgimia dhe tek ata cilët janë trashëgimtarët e pronës së pasurisë familjare, kriteri kryesor pothuajse në të gjitha sistemet ishte se mashkulli trashëgonte mashkullin, dhe tek arabët para se të zbret Kur'ani dhe para se të vije i dërguari i Allahut Muhammedi a.s. ata miqësin dhe armen e kishin edhe si një kriter i cili diktonte dhe i ajepte të drejten familjarëve përkatës që t'jenë ata trashëgimtarët e pasurisë së tyre. Në anën tjetër, në të gjitha sistemet, pothuajse, pa përjashtim, femra apo gruaja, pavarësisht statusit të saj, përjashtohej dhe privohej nga e drejta e trashëgimisë, po ashtu fëmijët dhe të miturit përjashtoheshin, po ashtu edhe ata familjarë të cilët ishin të pa aftë për shkak të ndonjë mungese fizike që ashtu kishin ardhur në jetë apo gjatë fëmijërisë së tyre kanë pasur ndonjë aksident, edhe ata të cilët ishin të pa aftë fizikisht, edhe ata privoheshin nga e drejta trashëgimore në familjen e tyre. Ndërsa kur i referohemi besimeve fetare, qoftë ai hebrej, qoftë ai krishter, kemi pak dallime kur jemi tek hebrejet edhe tek krishterët, sa i përket normave dhe këtyre rregullave të trashëgimisë, për vetë faktin se edhe tek hebrenjet gjithmonë favorizohej mashkulli si trashëgimtar, ndonjëherë fëmia i madh gjithmonë kishte favore të cilat e diskriminonin pozitivisht prej vëllezërve të tjerë të cilët ishin në moshë më të vogël, ai e merrte një hise shumë më të madhe se sa ata të cilët ishin më të vegjël. E njëjta ishte edhe tek krishterët, dhe kur jemi tek gruaja dhe tek femra, edhe tek hebrenjet, edhe tek krishterët, përjashtohej dhe nuk i jepej e drejta dhe nuk i njihej statusi i saj si trashëgimtare në familjen e saj. Kjo është një hyrje e përgjithshme para se të ndalemi dhe të zgjerohemi tek normat etike të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin në sistemin islam, duke u ndal dhe duke i nënvizuar disa prej karakteristikave dhe veçorive kryesore të sistemit islam të cilat karakterizojnë trashëgimin në konceptet dhe mësimet të cilat dalin nga Kur'ani famlart dhe nga mësimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kur e marrim islamin si sistem jete, nga se kështu duhet t'i qasemi çdo herë mësimeve dhe normave të islamit të cilat burojnë dhe nxjerren nga mësimet e Kur'anit famlart dhe mësimet e ndritura të pejgamberit ton të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Islami si sistem jete në raport me
rregullat dhe normat të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin dhe trashëgimtarët, Islami mban një qëndrim mesatar. Nëse tani kishim me bë krahasime me sistemin socialist, me sistemin tani i cili një pjesë të botës e frymëzon kapitalizmin dhe ideologjit qofshin edhe ato më të lashta apo ideologji të caktuara në periudha kohore të caktuara, e shohim se Islami me mesimet e tia ka një qëndrim mesatar kur bëjmë një analogji dhe një krahasim me gjitha sistemet tjera. Po e zojmë, tek sistemi i socializmit, socializmi si ideologji, trashëgimin nuk e parashet dhe e mohon parimin e trashëgimisë dhe e konsideron këtë sistem të vetin të drejtë dhe të saktë, e që kjo është e pa drejtë, nga se me çfarë logjike ti i jep të drejtën vetës me i privu dhe me ja muhu njerëzve të gjakut, respektivisht trashëgimtarve, trashëgimin e familjes dhe prindërve të tyre. Prandaj, në socializëm, bive të vdekurit dhe të afërmeve të tij absolutisht nuk u jepet dhe nuk u ndahet asgjë nga pasuria. Ky është një ekstremizëm në vetvete. Përballë këtij ekstremizmi dhe ideologjisë së socializmit në raport me trashëgimin, e kemi një ekstremizëm tjetër në anën tjetër, e që është kapitalizmi, ku në ideologjit kapitaliste dhe në sistemin kapitalist, kur jemi tek trashëgimia dhe sisteme tjera ekonomike në përgjithësi, tek ideologjia kapitaliste njerëzit lihen të lirë dhe të veprojnë ata si ata kanë dëshirën e tyre, pa përcaktu kritere dhe regula të veçanta, pa e marrë në konsiderat se cilin prej antarëve të familjes nga rëndësia dhe merita që ai mund ta ketë. Prandaj, tek kapitalistët në aspektin e trashëgimisë dhe trashëgimtarëve shohim një gjendje kaotike, një kaos të vërtet, ku po e zëm, për ironi po e them këtë, në kapitalizëm trashëgimin dhe pasurin e një personi mund ta fitoj edhe, Allah ju nderoft, kafsha, qoftë qeni, apo maca, apo kutadiune. Unë kam pas rastin para 10 viteve kur isha në një udhtim në Evropë, një udhtim pune, pata rastin dhe u habita se si një zonjë e cila nuk kishte trashëgimtar pas vetit, i la pasurinë e saj 1.2 milion euro, macës së saj, dhe pastaj nëpërmjet noterit dhe avokatit shkuan dhe kontaktun një qendër të veterinarisë dhe u përkujdesën që trashëgimtarët e asaj mace në vazhdimsi të kujdeset ai stacion i veterinarisë për pjellën e kësaj mace derisa të harxhohet kjo shumë e këtyre pareve. Dhe është për të habitur, do të thotë se si njerëzit kanë bindje dhe ideologji të tilla, ndërsa Islami në vetveten e vet ka përcaktu rregulla të qarta, kritere precize, ku nuk përjashtohet askush nga e drejta e cila takon, dhe në fund, kur e bëjmë një analizë dhe një llogari konform rregullave dhe kritereve të cilat janë të përcaktuara sa e përket trashëgimisë
dhe trashëgimtarëve, shohim dhe kuptojmë se sistemi islam është i duhuri dhe çdo kriter dhe çdo rregull i cili ka të bëjë me trashëgimin dhe trashëgimtarët është i qelluar, është i sakt, është i arsyeshëm, është i pranueshëm dhe nuk është përjashtues dhe nuk është i padrejt me askënd. Nëse e marrim në vija të trasha në përgjithësi rregullat islame në raport me pronarin e pasurisë dhe trashëgimtarët e tij, Islami i ka dhënë të drejtë pronarit të pasurisë, të zotit të pasurisë, që vetëm në 1/3 e pasurisë së tij ai të ketë të drejtë të disponoj me 1/3 e pasurisë së tij sipas dëshirës së tij, do të thotë ai është i lirë, por edhe këtu në këtë moment ai nuk mund të abuzoj me këtë 1/3, por po e zëm ai 1/3 e pasurisë së tij mund ta lë për hir të Zotit në institucionet të vakëfit, t'ia bëj dhurat një personi i cili është i larg nga gjaku dhe trashëgimtarët, ndërsa 2/3 e pasurisë së tij i mbeten përkundër dëshirës së pronarit të pasurisë, i mbeten njerëzve të gjakut, familjarëve dhe trashëgimtarëve të tij. Prandaj Islami ka përcaktuar këto rregulla. Dhe Islami i ka jap edhe të drejtë pronarit dhe të zotit të pasurisë që ai të lë pas veti testamentin, por edhe testamentin kur ai e lën pas veti, testamenti duhet të jetë në pajtueshmëri me rregullat, kotën dhe kriteret të cilat i ka përcaktuar Islami në raport me trashëgimtarët e tij. Nuk lejohet dhe nuk pranohet një testament i cili po e zëm në brendin e tij dikush prej trashëgimtarëve dhe hisedarëve që kanë hisen pasurinë e tij dëmtohet qëllimshëm. Kjo nuk pranohet. Një. E dyta, nëse po e zëm ato elementet që t'i lihet pasuria kafshëve, edhe kjo është e papranueshme. Po ashtu nuk lejohet më shumë se 1/3 e pasurisë, nëse është më shumë se 1/3 e pasurisë, t'i ipet qoftë për rrugë të Zotit, qoftë për hatër të fesë, por edhe njerëzve të huaj, nga se ai e ka të drejtën të disponojë me pasurinë e tij, vetëm brenda kësaj kote, vetëm 1/3 e pasurisë së tij, ai mund të veprojë lirshëm duke i përjashtuar, po themi në thojza, familjarët dhe trashëgimtarët e tij, por edhe këtu kjo 1/3 duhet të kanalizohet dhe duhet të drejtohet në gjëra të cilat Islami i pranon dhe u ka dhënë legjitimitet. Mund të themi kësaj se Islami si sistem i përkryer me gjitha karakteristikat e saja në aspektin e të drejtës së trashëgimisë, Islami ka ruajtur të drejtën e gjithë trashëgimtarëve duke mos e përjashtu asnjërin nga trashëgimtarët, qoftë në pyetje gjinia, mashkull apo femër, qoftë në pyetje mosha, fëmijë i ri, i vjetër, por qoftë në pyetje edhe shëndeti i tyre, apo edhe gjendja e tyre fizike. Do të thotë Islami asnjëherë askënd nga mesi i trashëgimtarëve nuk e përjashton prej të drejtës së trashëgimisë në pasurinë të cilën e trashëgojnë nga familjari dhe prindi i tyre. Dua shpejt të përmendi argumentin se Islami nuk i jep të drejtë të zotit të pasurisë
që më shumë se 1/3 e pasurisë së tij ta lën për hir të Zotit. E kemi ngjarjen kur i është afru vdekja njerit prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe ai ka shku dhe e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është fjala për Saadin, i ka thonë: ja Rasulullah, unë nuk kam shumë trashëgimtar dhe po kam dëshirë gjysmën e pasurisë time ta lë për hir të Zotit, ndërsa gjysmën tjetër t'ua lë trashëgimtarëve të mi e që nuk janë në numër të madh. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha: jo, tha, gjysma e pasurisë është shumë. Tha atëherë, tha po e lo, tha 1/3. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: mundesh me e lën 1/3 për hir të Zotit, por tha edhe kjo është shumë. Dhe tani pejgamberi alayhis salam e bëri një koment, tha: nëse ti trashëgimtarët e tu i lën të pasur dhe ata trashëgojnë pasurinë tënde, është më mirë për ta nëse ata janë të pasur, se sa nëse ata privohen nga trashëgimia dhe e drejta e tyre që ata kanë. Prandaj, ky është ai argumenti, një prej argumenteve që Islami i ka japë të drejtë njeriut që në 1/3 e pasurisë së tij ai të disponoj konform dëshirës së tij në rrugt të Zotit, por jo më shumë. Dhe dëshiroj të përmendi një argument tjetër kur folëm për testamentin dhe se i Zoti i pasurisë kur e lën testamentin, testamenti i tij dhe ato të cilat janë brenda atij testamenti duhet të jenë në pajtueshmëri me rregullat fetare, në të kundërtën refuzohet dhe nuk respektohet një testament i tillë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin të cilin transmeton Imam Ebi Davudi, transmetohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një burr apo një grua, në këtë rast i zoti i shtëpisë apo e zonja e shtëpisë, i bëjnë adhurim Allahut 60 vite, pastaj u afrohet atyre vdekja dhe në para se të vdesin e prishin testamentin e tyre dhe me këtë veprim atyre u obligohet zjarri i xhehenemit waliyadhu billah. Çka i bie e prishin testamentin e tyre, i shkelin rregullat fetare dhe i privojnë apo u hin në hak hisetarëve dhe trashëgimtarëve të tyre, duke e diskriminu dikën nga familjarët e tyre, duke i dhënë më shumë pasuri dhe duke i dëmtu disa të tjerë. Kjo është një përshkrim i përgjithshëm i sistemit islam sa i përket rregullave të trashëgimisë dhe trashëgimtarëve. Ne do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe menjëherë do të kthehemi duke nënvizuar disa prej karakteristikave të sistemit islam mbi trashëgimin. Pas pak do të takohemi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, me lejen e Allahut po e vazhdojmë aty ku e lam. Në këtë takim jemi duke folur për normat etike dhe trashëgimin. Krejt në fillim përmendem disa prej veçorive të sistemeve, qofshin ato sistemet të lashta nga e kaluara e largët, rregullat dhe sistemi i trashëgimisë tek grekët e vjetër, tek romakët, pastaj tek arabët para se të vijë Kurani, pastaj u ndalëm edhe tek hebrejët dhe tek krishterët, pastaj bënëm një krahasim mes sistemeve të ndryshme duke shiquar se si e sheh ndarjen e pasurisë dhe trashëgimin sistemi socialist, ai kapitalist, dhe u ndalëm në vijat e trasha tek sistemi islam dhe rregullat të cilat kanë të bëjnë me ndarjen e pasurisë dhe trashëgimin dhe trashëgimtarët. Tani dua të ndalem edhe më gjërësisht tek disa karakteristika të
sistemit islam të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin. Si veçori dhe karakteristik e parë tek islami në raport me trashëgimin dhe trashëgimtarët, është se Allahu i lartësuar ka marrë përsipër sqarimin dhe qartësimin e atyre që kanë të drejtë në trashëgimi. Dhe nuk ja ka lënë këtë të drejtë pronarit të pasurisë që ai të vendos rregulla, kota, kritere dhe parime të caktuara, por Allahu te baraka ve taala është ai fuqiploti xhelle xhelaluhu, i cili edhe ka përcaktuar dhe ka sqaruar kush janë trashëgimtarët, por në të njëjtën kohë edhe ka sqaruar dhe ka përcaktuar vlerën, kotën dhe të drejtën e çdo trashëgimtari i cili ka hise në trashëgimin e pasurisë së prindit e tyre. Prandaj, kjo është karakteristika e parë në sistemin islam, nga se kjo i takon të madhit Allah te baraka wa taala, dhe kur ne e analizojmë si karakteristik dhe e vendosim dhe e marrim e peshojmë si një rregull jashtëzakonisht të rëndësishëm, në përfundim dalim gjithsesi me rezultate se po t'i lihej në dorë edhe kjo çështje njeriut, atëherë ne më herët dëgjuam dhe kuptuam nga sistemet e ndryshme se si i bëhet padrejtësi grupeve të caktuara kur jemi tek trashëgimia dhe tek trashëgimtarët. Po e zëm, në shumicën e sistemeve edhe të kaluara në kohë të lashta, por që besa dhe në kohë moderne, shumë herë femra dhe gruaja përjashtohet padrejtësisht prej trashëgimisë së prindërve të saj, por jo vetëm. Pastaj mësuam dhe kuptuam se ndarja e pasurisë nuk bëhet në mënyrë të drejtë, nga se ndonjëherë favorizohet fëmia i madh, djali i madh. Pastaj kuptuam se kemi sisteme të atilla ku njerëz të gjakut dhe familjarët përjashtohen në plotni nga e drejta e trashëgimisë, e ajo pasuri i jepet dikujt tjetër, në rastet dhe shembullin më absurd i jepet edhe kafshëve, qenve, macave e ku ta diune. Në Evropë, sot në kohën tonë moderne, kemi raste kur e tërë pasuria i falet kishës. Do të thotë e kuptuam se me rregullat islame nuk ka mundësi pasuria t'i falet xhamis, vetëm 1/3 e pasurisë mund t'i falet xhamis, ndërsa 2/3 e pasurisë gjithsesi i gëzojnë dhe i trashëgojnë trashëgimtarët dhe njerëz e familjes. Prandaj sistemi islam është i drejtë dhe nuk ka leju që të ketë padrejtësi në ndarjen e trashëgimisë dhe në mbajtjen e një barazpeshe dhe një balanci në mesin e trashëgimtarëve. Një karakteristik tjetër e cila e bën të veçantë islamin kur jemi tek sistemi i trashëgimisë, Islami trashëgimin e ka përkufizuar në rrethin familjar dhe nuk e tejkalon rrethin familjar, dhe kur jemi tek rrethi familjar, gjeneza familjare, prejardhja familjare, të gjitha këto duhet të konfirmohen dhe duhet jenë të sakta, si dhe Islami e merr parasysh afërsinë e gjakut dhe martesën e ligjshme. Do të thotë, kur themi edhe një herë, Islami trashëgimin e ka përkufizuar në rrethin familjar, atëherë këtu brenda këtij përkufizimi janë ata të cilët e kanë prejardhjen e vërtet familjare me zotin e pasurisë, afërsia e gjakut dhe martesa e ligjshme. Edhe një herë dëshiroj ta nënvizoj, në Islam konsiderohet dhe mirët në konsiderat martesa vetëm atëherë kur është legjitime, kur është e ligjshme. Apo siç themi ne në terminologjinë fetare,
kur është martesa me nikah, konform normave juridike fetare që kemi të bëjmë me kurorëzimin islam. Çdo martesë jo e lehtëshme, jo legjitime, atëherë në fund nuk mirët në konsiderat në aspektin e trashëgimisë dhe të pasurisë. Një karakteristik tjetër në sistemin islam mbi trashëgimin është se Allahu te baraka ve taala në Kur'anin famlar dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam kanë përcaktuar kotën, vlerën e trashëgimtarëve në përpjesë të caktuar dhe të drejtë. Duke filluar nga 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, 2/3 e kështu me radhë. Do të thotë janë kota të përcaktuara në mënyrë të përpjesëtuar dhe në mënyrë të drejtë, duke e marrë në konsiderat statusin dhe pozitën e çdo njërit prej trashëgimtarëve të familjes, nga se nuk e kanë të gjithë statusin e njëjtë. Do të thotë vajza martohet dhe në momentin kur vajza, bia e shtëpisë martohet, statusi i saj ndryshon. Ajo është trashëgimtare? Gjithsesi duhet të jepet e drejta e saj konform kotës që i ka përcaktuar feja, respektivisht shariati, por në momentin kur ajo martohet dhe shkon tek shtëpia e burrit, statusi i saj ka ndryshuar. Sikurse dallon statusi i bijes së shtëpisë vajzës kur ajo është e pamartuar apo mbetet e pamartuar deri në fund të jetës. Prandaj do të thotë Islami të gjitha gjendjet që mund të kenë trashëgimtarët brenda një familjes, për secilin gjendje, për secilin status, për çdo pozicion ka përcaktuar kohë të saktë, të qartë, të përpjesëtuar konform parimeve islame. Një karakteristik tjetër, e cila e bën të veçantë sistemin e trashëgimisë në islam, është se Islami nuk pranon dhe kundërshton grumbullimin e pasurisë të një individ, ndërsa të tjerët të dëmtohen. Më vije keq, unë nga përvoja, atje tek zyrja jonë në Bashkinë Islame në Pej, jo rallëherë, për fat jo të mirë, vinë njerëz me ankesa ku një antar i familjes ka përfituar pjesën dërmuese të pasurisë, ndërsa familjarë tjerë, vëllezërit dhe motrat tjera janë privuar nga pasuria dhe ata thirren tek një testament, qoftë me shkrim apo me gojë, kryesisht me gojë, rallëherë kemi të shkruar se prindi tokën, shtëpinë, pasurinë, malin, fushën, ku ta diune, ja ka lënë filën djalit, duke i përjashtuar djemt tjerë dhe vajza tjera, dhe Islami këtë në parim dhe fuqishëm e kundërshton. Nuk lejohet që pasuria e trashëguar të grumbullohet vetëm tek një individ, ndërsa të tjerët të përjashtohen. Thamë më herët, Islami ka përcaktuar kotën edhe sasinë e çdo njerit familjar si trashëgimtar, sa i takon dhe ai atë duhet ta merr. Një karakteristik tjetër shumë e rëndësishme e sistemit islam tek trashëgimia është se sistemi islam mbi trashëgimin janë një të drejtën e trashëgimisë fuqishëm edhe atyre të cilët janë të pambrojtur, edhe ata të cilët janë të pafuqishëm dhe janë të dobët. Duke filluar nga gratë, nga fëmijët kur janë të mitur, nga fëmijët jetim, jo rallëherë kujdestarët e jetimve abuzojnë me pasurinë e tyre dhe me trashëgimin që atyre ju takon nga trashëgimia e prindit e tyre. Po e zëm, nëse 2 fëmijë apo 3 fëmijë kanë pas fatin e atill që prindit tyre të vdes në moshë të re dhe t'i lënë ata të mitur, fëmijë, kujdestari i këtyre mund të abuzon me pasurinë e trashëguar duke i privu apo duke ja u cungu këtyre trashëgimtarve legjitim
pasurinë e babës së tyre. Prandaj Islami fuqishëm ka ardhur me koncept dhe platformë të qartë, duke i dalë në mbrojtje gjithë atyre të cilët janë të pafuqishëm, janë të dobët, sikur gratë, fëmijët bonjak, gratë e veja, që privohen dhe përjashtohen nga pasuria dhe trashëgimia e burrit të tyre. E kështu me radhë, Islami ka ardhur fuqishëm që tua njeh të drejtën. Një karakteristikë tjetër e sistemit islam në trashëgimin është se Islami e njeh vetëm martesën e ligjshme. Çdo lloj martese e cila konsiderohet e pa ligjshme, çdo lloj bashkëjetese, çdo lloj forme e martesës, po e quaj në thojza, se ne kur themi martesë, ne a priori gjithmonë mendja na shkon te martesa e ligjshme, ta ajo që është legjitime, që njihet edhe me traditën tonë, edhe me doket tona, edhe me rregullat tona fetare islame, por edhe me rregullat fetare të besimeve tjera. Në momentin kur një martesë, një lidhje mes një mashkull dhe një femër nuk është legjitime, atëherë Islami nuk i njeh të drejtën e trashëgimisë personit në fjalë për shkak se martesa është jo legjitime. Këto janë disa prej atyre karakteristikave të cilat e bëjnë të veçantë sistemin islam sa i përket të trashëgimisë dhe trashëgimtarëve dhe ndarjes së pasurisë e kështu me radhë. Kjo është një temë shumë e gjerë. Kjo është një temë që në librat e jurisprudencës islame kemi kapituj të tërë të cilat flasin për këto norma. Në fund të këtij takimi me duhet edhe të ndalem tek një çështje dhe të bëj edhe një thirrje nga ky takim i yni. Ne, populli shqiptar, kemi trashëgu kode dhe norma nga kanuni i Leg Dugaxhinit, por edhe nga normat krishtere fetare dhe për fat të keq edhe deri sot unë kur po flas para juve, në masë të madhe, femna dhe gruaja përjashtohet dhe privohet nga e drejta e saj trashëgimore. Kurani fuqishëm në mënyrë të qartë, pa asnjë dilemë, pa asnjë me dyshje, e ka bërë të qartë pozicionin e gruas, femrës, në çfarëdo lloj pozicioni që mund të jetë ajo, si vajzë, si fëmijë, si e pa martuar, si e martuar, si bashkëshorte, si nën, si grua, si motër. Prandaj është një thirrje sinqertë dhe lut Allahun dhul xhelal që si shoqëri të vetëdijsohemi. Në vitet e fundit ka një vetëdijsim, por nëse e shiqojmë në përqindje, në përgjithësi në shoqëri, del që përqindja është jashtëzakonisht e vogël ende. Prandaj bëjmë thirrje që të gjithë prindrit dhe të zotët e pasurisë në asnjë rrethon, asnjëherë mos t'i përjashtojnë vajzat e tyre nga pasuria, të u japin të drejtën e tyre të cilën u ka njoft Zoti i Madhreshëm. Në të kundërtën ne vazhdojmë të thellohemi në një padrejtësi shumë të madhe dhe të bëjmë një gjunah të madh karshi Zotit ton fuqiplot, por edhe një padrejtësi të madhe karshi vajzave dhe bijave tona. Allahu na përmirësoft gjendjen ton, Allahu na udhëzoft ka e mira dhe ka e drejta. Deri në takimin e radhës, të gjithë ju, kudo që gjindeni, qofshit nën kujdesin dhe në mbrojtjen e të madhit Allah, e Allahu fuqiplot është mbrojtësi më i miri i yni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.